Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Çmenduri. Aktori i njohur turk Burak Özçivit kërkon $1 milion për një foto me të. Një postim që po qarkullon gjerësisht në rrjetet sociale ka ngjallur debat dhe kurreshtje, pasi pretendohet se një fanse nga Arabia Saudite ka paguar plot $1 milion për të realizuar një fotografi me aktorin e njohur turk Burak Özçivit. Lajmi u përhap me shpejtësi, duke shkaktuar reagime të shumta dhe diskutime mbi vërtetësinë e tij. Në disa media të huaja u përmend emri i modeles Ainura Daudova, e cila kishte pozuar me aktorin gjatë një eventi në Katar. Fotografia e tyre u bë virale dhe u interpretua nga shumë përdorues si dëshmi e një marrëveshje financiare të pazakontë. Megjithatë, raportimet e mëvonshme hodhën poshtë pretendimin për pagesën maramendse. Sipas burimeve të ndryshme, nuk ekziston asnjë konfirmim zyrtar që një shumë e tillë të jetë paguar për një foto me aktorin. Vetë Ainura Daudova reagoi publikisht për të sqaruar situatën, duke mohuar kategorikisht lajmet që qarkullonin. Ajo theksoi se pretendimet për pagesën prej $1 milion janë të pavërteta dhe se fotografia ishte thjesht një moment i realizuar gjatë eventit. Ky episod tregon edhe një herë se si informacionet e pakonfirmuara mund të përhapen me shpejtësi në rrjet, duke krijuar histori sensacionale që shpesh rezultojnë të pasakta. Ndërkohë, fansat e aktorit vazhdojnë të reagojnë, ndërsa fotografia mbetet një nga temat më të komentuara të momentit në rrjetet sociale.